Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim energjinë e tarotëve të fokusuar tek një pyetje. Çfarë do të bëj konkretisht i dashuri juaj? Ai të mendon gjithmonë, por çfarë do të bëj konkretisht ai që ju rikthehet besimi tek vetja dhe tek personi. Ky është një person si ky mbreti i shpatave, që ka fuqinë dhe komandën. Ka rrotën e fatit. Rrota e fatit është një rrotë që tregon një letër që tregon transformimin që do bëjë ai shumë shpejt në jetën e tij dhe në jetën tuaj. Juve ju shikon si një perandore, që keni këtë karrotë me kuaj dhe shkoni drejt rrugës të perspektivave të shkëlqyera. Diçka konkrete do të realizohesh së shpejti në jetën tuaj, sepse ushtari i monedhës tregon që çdo gjë është e sigurt, por juve duhet të keni pak durim te kjo pjesë, sepse gjërat bëhen ngadalë. Por kanë siguri. Pra ai do të bëjë diçka konkrete në jetën tuaj, sepse kjo letër tregon pasionin e fuqishëm nga ana shpirtërore që ka ky person për ju. Ky ju do me pasion, me zemër, me shpirt, sepse ju shikon si kjo mbretëresh e shkopimeve, një femër që fal dashuri pa kushte, pa interes, pa kompromis. Dhe gjithçka do të ndodhi shumë shpejt në mënyrë të papritur të befatishme. Kjo kupe argjend tregon një lajm të papritur nga ky pëllum i paqes, të befatishëm, që do të transformojë jetën tuaj në dashurinë tuaj, duke e konsoliduar atë në një mënyrë të mrekullueshme. Pra, kjo ishte energjia e tarotëve për diçka konkrete që do të bëjë dashurinë në jetën tuaj. Me kë rezonon? Me gërmën Y, me gërmën K, me gërmën G, D, N, L, E, F, Z, G dhe Sh. Kurse shenjat e horoskopit do të rezonoj me Luani, me Peshqit, me Binjakët, me Shigjetarin, me Akrepin, me Demin dhe me Britjapin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea